nga partia, nga organet e partisë nominohet për mandatar, mund të shkoj sepse ka të mundësi që të shkoj të drejt presidencës, aq më tepër kur i dyti nga zgjedhjet e fundit, pra fituesi i dytë, Partia Demokratike ka deklaruar jo një herë, po vazhdimisht herën e fundit ditën që dështoi formimi i qeverisë, se nuk dëshirojnë të formojnë qeveri sepse nuk i kanë numrat dhe për këtë do të njoftojnë presidenten e vendit. Pra, mundësia vetëm është zoti Kurti ose Lëvizja Vendosje të shkojë me 61 Lëvizja Vendosje, po jo zoti Kurti. Po të shkojnë te presidenti ka fjalën, zoti Kurti sekretari i Lëvizjes Vendosje, në këtë kuptim po them. Po, patjetër. Në ndërkohë, edhe presidentja a obligohet që brenda 10 ditësh t'ja kalojë mandatin dikujt tjetër, me që i pari dështoi ishte Albin. Po, patjetër, sepse është normë kushtetuese, neni që përmenda 95, paragrafi parë thot 15 ditë parit mandatar, paragrafi dytë thot të dytit 10 ditë. Nëse brenda 10 ditësh nuk mund ta garantoj dhe ta bind presidentën, natyrisht pas konsultimeve që do të bëhen dhe që parashifet bëhen, atëherë shkohet në propozimin e obligimin e presidentës që brenda afatit për 20 ditë është i shpallë zgjedhjet e reja të parakohshme dhe të jashtëzakonshme. Pra, tashmë gjithçka duket se ka mbetur edhe në dorën e presidentës. Për 50 ditë, diçka më pak, ndoshta 48 ditë, në qoftë se nuk arrin ose nuk ka arritur pas këtyre lajmeve të reja që koalicioni fituesive të vendosjes t'i ketë 61 vota të sigurta, atëherë shkohet në zgjedhje. Nëse i ka, mund të provohet edhe një herë, natyrisht për këtë duhet të mbahet një seancë e jashtëzakonshme, sikur që mbajt ajo para dhe të provohet. Mendoj që do duhej vërtet reflektuar të gjithë aktorët dhe faktorët relevant, këtë rast partitë politike, që thjesht të provohet për arsye se të formohet qeveria, për arsye se mos formimi i qeverisë mund të ketë pasoja të pariparueshme, të dëmshme dhe të do thosha unë afatgja, stabile dhe të papranueshme, për arsye se kjo klasë politike është dëshmuar pa dallim. Fillimisht ata që i fituan zgjedhjet relativisht, po edhe këta të tjerët asgjë më pak se duke luftuar njëri tjetrin ose duke mos dakorduar qëndrimet për të qenë koheziv dhe për të qenë kompakt, për të bërë pak të një qeverisje të përkohshme, sepse edhe ashtu ka sprova vitin e ardhshëm. Kjo tregon që ata duhet të jenë të vetëdijshëm sepse pa buxhet, pa organet normale dhe ato që quhen institucionet pavarura që nuk po funksionojnë, janë thjesht ose pa quorum ose janë pa mandat dhe pa miratimin e buxhetit në shkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe plani i rritjes që është diku rreth 900 milion, nuk mund të shkohet para, problemet janë të shumta, do duaj për këtë, po edhe një faktor tjetër, po aq i rëndësishëm është, mendoj unë, për opozitën, sepse do t'ishte, nuk di si nuk e kalkulojnë, nuk e llogarisin, ma thjesht, ma në mënyrë sinqert, veprimin e tyre strategjik potencial që po ta votonin edhe pas një kërkesë, pra t'ja bënin shumicën Kurtit herën e parë ose tash herën e dytë dikujt tjetër nga ky formacion fitues politik, pra koalicioni vendosjes me të tjerët, është veprim strategjik, është në dobinë e tyre, sepse tërkohën opozitës, po edhe të Kosovës, siç dëshmuan një akt jashtëzakonshëm dobishëm Partia Demokratike, në një moment pas gjithë atij ngërçi 8-9 mujor e votoi kryetarin dhe siç bëri mandej LDK-ja përkundër këmbgulsisë saj se nuk do ta votoj asnjë kandidat, e votoi kandidatin për kryetar nga komuniteti pakicë serb, pra për në kryetar që ishin veprime në dobi të interesit politik, po unë mendoj edhe në dobi të tyre në kuptimin elektoral, dobisë elektorale. Tani do të ishte një akt tjetër i cili edhe do të përfitonin këto parti në zgjedhjet e ardhshme, po edhe do të përfitonin për shkak se po bëjnë një veprim në interes qytetarit që ja ka dhënë votën, besimin, edhe në interesin e tyre strategjik do të rritej vota. A shihni se ka një vullnet të tillë, zoti Baraliu, marr parasysh krejt këto zhvillime që kanë ndodhur kohëve të fundit, a shihni se mund të ketë një disponim të tillë, apo janë krejt kalkulime politike dhe matematika politike për të shtyrë? Po matematika dhe kalkulime këta kanë dhe kjo po shihet prej fillimit të gjithë kundër të gjithëve, por tani ma gjesti i fundit kur del përfaqësuesi i listës së me të cilën s'po guzon askush të ketë kuraje politike, sepse e din që reflektohet negativisht në vota,
doli dhe tha që ne nuk e votojmë sepse ky ka vepruar keq, kjo qeverisje që ishte, ndëm të popullit sërb një sintag antikushtetuese. Dhe popullit shqiptar po ashtu sintag antikushtetuese, sepse në kushtetues s'ka as popull shqiptar, as popull sërb. Komunitetet janë, për hir të shikuesve tuaj. Dhe këta tani ata thanë nuk do ta votojmë, këta nuk e votuan. Cilën anë mbeten. Pa dashur që ta ludojun, gjithsesi ata i kanë qëllimet e tyre dhe lista sërbe nuk meriton as të përkrahet dhe as solidarizohet kush me te, po me vetë faktin që nuk e votuan, edhe kur do të kishin, siç po them, dobit e tyre, jo për listën sërbe, po tani me lista sërbe jo këta jo. Ku jemi atëherë? Do të thotë është diçka që mund të ndikojë shumë të reflektohet në votën eventuale të këtyre subjekte politike. Nuk do doja që të kemi një rezultat shumë atult, që do ta kemi, mbase të dalës që në fakt e dëmton legitimitetin e gjithë këtij organi dhe këtyre deputetëve 120 syre dhe këtyre partive. Dhe ai legitimitet në kupton të bi për shembull si Shëran në 39 në diçka, zgjedhjet lokale mund të bie edhe më poshtë. Çfarë legitimiteti do të kenë ato organe, kuvendi dhe qeveria e ardhshme, po supozojmë që do të ketë zgjedhje, nëse do të ketë, kur do ta kenë gjysmën e gjysmës. Keni parasysh 30% që ose 40% që është gjysma e gjysmës, sepse duhet ne ti kemi mbi 50%, po si kemi, gjithmonë jemi diku në aty 20, 23, 25%, pra nuk ka legitimitet dhe me atë legitimitet që është i mangët, i sunguar, si do dalin për të marrë vendime për popull në emër tyre dhe para popullit. A shihni mundësi që Vetëvendosja të gjejë një rrugdalje në këtë situatë dhe në tentimin e dytë mbas se ta formojë qeverinë? Patjetër, unë mendoj që ata kanë... Keni ndonjë informacion, qoftë nga brenda Vetëvendosjes ose nga analiza që mund ta bënin nga deklaratat që janë dhënë deri më tani? A duken bindse se mund të ketë një tentim dytë më produktiv? Intuita ime analitike dhe sintetike flet që po mundet dhe duhet, aq më tepër kur përveç opozitës që ishte shkapërderdhur, jo kohezive, të paktën ata po të ishin bashkë, do të mund ta bënin, sepse i kanë më shumë numra se sa që i ka përkundër faktit që këta janë fitues, koalicioni fitues. Por këta bën vazhdimisht